Selamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Një person I cili ka vrarë, dhe është vrasës, a ka pendim për të dhe si të filloj një jetë e re muslimançe? Shishani, dhe thotë kjo nuk ka pyetje e sodit, pra është një pyetje për në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është njëri prej dietarëve islam, I cili e ka emrin Ibn Abbas, I cili është komentatori numër 1 I Kuranit pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai ka pas një odë vetën, sikur na shqiptarë që e kena odat e tona, në të cilën odë do thotë njerëzit kanë ardhur dhe kanë parashtruar lloj pyetje. Edhe ka ardhur njëri e ka parashtruar të njëjtën pyetje të cilën ti po e parashtron, dhe I ka thonë çai I cili e vret një njeri, ashtu sikur me vrarë këtë dunjën. Edhe këtë do të jetë në zjarr të xhehenemit për gjithmonë. Edhe shkon ai. Njeriu. Pas pak kohë vjen një tjetër edhe I thot apo kujton a ka falje për vrasësin, edhe kia lexon ajetin kuranor ku thot se Allahu Dhul Xhelal fal çdo gjë me plashtim të shirkut apo mosbesimit. Dhe delki shkon. Pas pak kohë, do thot shërtori I cili akon t'i bon hizmete, I cili shërtor më vonë do thot është buallaj alim I madh duke ndëgju do thot këtë hoshtë të madh të asaj kohe, këtë sahabi, I thot pse ati në atë parit I thave që s'ka pendim, që do t'jetë për gjithmonë për xhehenem, ndërsa këtij dytit I thave që ka pendim, përveç se shirki nuk ka pendim, tha ai pari deshke me bon vepër. Nuk ish bon hala vrasës, po deshke mu bon vrasës, edhe Ibn Abbasi nuk I dha rrugë që është e lejume, pasi që nuk di ta pendohet aja, po nuk pendohet. Ndërsa ki dyti e kishte kry veprën, e ishte pendu, e kishte qef do thot me ditë që a ka pendim apo nuk ka. Por duhet një sen me ditë që vrasja është prej mëkateve shumë të mëdha, e cila do thot duhet njeri me dal një herë për imanit, por mos e mu ban vrasës. Për këtë arsye pra nuk ban me lujt me këtë gjunah të madh, pasi që Allahu alem atë kthehet moti imani apo nuk kthehet në zemrën tonë. Për këtë çështje Allahu Dhul Xhelal e ka përmend në Kur'an që çai I cili e vret një njeri është sikur me vra do thot krejt dunjën. Allahu Dhul Xhelal na rujt prej këtij mëkati të madh, I cili mëkat do thot është bon si mod, duke I pa do thot filmat e turqive, filmat e spanjollëve, po jeta nuk ka hajgare. Pse se jeta jetohet vetëm një herë, edhe nëse ja merr dikujt jetën, nëse në këtë dunjë nuk e lan gjunohin, atje do ta lash shumë herë, do thot duke mbyt Zoti e duke ta ngjall apet, edhe apet duke të mbytet të ngjallë kështu me radhë inshallah Zoti na ruaj prej këtij mëkati të madh. Nëse vrasësi mendon thot shumë gjuna të madh kanë bërë Allah mos ma fal, po vazhdojnë me vrasje. Po. Shiqoni do thot unë në jetën time kam pa plot njerëz të cilët do thot kanë vrarë e pastaj më kanë thënë edhe me kërku falje për vrasjen që kanë pa. Po kam pa edhe pitilbe të cilët do thot kanë shtim me lexu hatme për ata që ka vrarë. Pse? Për ata sy sa është pendu shumë edhe ka pasi çfarë gabimi ka bën, edhe është mundu që ata që ka marrë shpirtin bile mja çut një sevap, mja lexu do thot një ajet Kuranit apo mja lexu do thot një hat. Edhe këta do thot vrasi pse e ban për ata sy se është pendu shumë dhe e ka pa që e ka bë gabim. Edhe zakonisht do thot çai I cili e vret dikan, derisa nuk e vret, menën e ka veç taj. Ama qatë moment që ka ta ngrej gishtin edhe ta përfundon jetën e tina ju qelin 99 rrugë. Pse se shejtani është çai I cili e fokuson veç te çai problem, tek te jeti sa mos ja merr menën, e kur t'ja merr menën ama sa ne ja qel 99 rrugë po bëhet rrugë. Për këtë çështje do thot njeriu duhet shumë me mendu këtë punë për atë arsye se Sheriati Islami ka lejuar vrasën, po për ka e ka lejuar për ata të cilët e meritojnë. Do thot sikur që kanë vrasat, do thot ata duhet në zonat ata me vrasje, mos më pas më vrasje tjera. Po këta nuk ka drejt me bën njeri individualisht, po këta e ban do thot shteti. Për këtë çështje do thot duhet me jetu me normat të cilat na ka mësuar Allahu Dhul Xhelal, nëse dojna me pas një shoqëni çnosh edhe një midis të rahatshëm që me mujt me jetu e qetë, e jo njeriu do thot me hecën me gale dhe me frikë se çka po bëhet kur del pi shtëpis vet. Domethënë për në fund vrasësi mundet të pendohet dhe të falë namaz të jetojë musliman. Po normal që do thot çai I cili e ka bën këtë gabim të madh e pastaj e sheh që I ka bën gabim, kërkon falje te Allahu Dhul Xhelal, inshallah Allahu Dhul Xhelal ja fal, edhe duhet me jetu çashtu qysh e ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.